Unë mendoj se pak e kemi tepru me si shoqëri me këtë mendimin se gratë nuk munden, gratë nuk kanë mundësi, gratë janë të shtypura në vendin tonë për të arritë. Jo, as pak nuk është ashtu. Nëse vendosim të miremi me ato tema, po do dalin gjanat të tilla, do dalin pengesa rrugës. Nëse thjesht vendosemi të mos miremi dhe të shohim drejt qëllimit, do t'jetë gjithçka shumë e thjeshtë. Unë si gazetare nuk them se s'kam pas sulme, nuk them se s'kam pas paragjykime e bla bla 100 gjëra tjera. Asnjëherë nuk jam marrë me ato, edhe sot nga rezultu gjithçka të mkthejt me dashuri. Aty ku atë çka e ushqen, atë do ta marrësh. Sa më shumë të fokusohesh te gjanat negative, besoj se ato do t'i tërheqësh nga vetja. Gratë kanë mundësi në vendin tonë me arrit ëndër, nuk është e lehtë jo vetëm në Maqedoni, kudo që të shkosh, sepse varet sa shumë ndron edhe varet sa ëndrrën e madhe e ke. Gjithçka varet nga ti edhe nga fokusi cilin ne e kemi gjatë rrugës. Kështu që është shumë e thjeshtë me mbri, fokus edhe grahi. Faleminderit shumë.